tradicionale, të thjeshta, të shishme, se gjithë shqiptarët kështu e kanë bërë makaronën diku. Të dashur ndjekës, sot do bëj makarona, do thoni ju gjithë di me bë makarona. Unë kam menut e mia që bëj në familje, ju sugjeroj dhe ju. Kam bë dhe i kim, kështu që jam në rregull, nuk do ta ngarkoj me salsa me gjona. Këto të mijat janë tamam si dikun të thjeshta fare. Tashti, mori val se nga krypa ajo zine akoma më shumë ja. Gjithmonë e bëj me këtë lugën e gjellës gatimin. Edhe uji duhet jetë 3-4 fish më shumë se sa makarona, se do zihen rreth qerekore, unë nuk i dua al dente. Tashti uji, mori val. Nuk bëhen qullace makarona, që do t'i lej pak më shumë. Ju thash, rreth qerekore, ka raste që edhe 20 minuta, let më talli kush të det, unë ka metodat e të kohës e verit, dhe më pëlqejnë ashtu të buta. Makaronat i kam lënë 20 minuta, për mu janë shumë në rregull, as të forta, as të buta shumë, janë ashtu si që mu më pëlqen. Zjerja varet mbas është personale. Tashti i kaloj në një kullesja për kuriozitet. Po t'i derdh pak ujin se është shumë i nxehtë edhe po përvlohen. Tashti makaronave i hedh pak ujë të nxehtë, ju thash që shplarjen e bëj me ujë të ngrohtë gjithmonë, e nxjerr më të pastër makaronën, edhe më të bukur në paraqitje. I kulloj mirë. Ja, unë piks pak ujë, i kaloj këtu, dhe do t'i përvloj me t'lyn, ju thash e kam metodë të hershme, nuk do t'i hudhim shumë t'lyn, se bëhen nga kaq, më pak se gjysmë paku, rreth 30 gram t'lyn. Tashti e pik vatrën, s'kam punë më me vatrën, me këtë ngrohtësinë që ka pas gjatë gjithë kohës, kam zi makaronën, ja si mori një ngjyrë të verdhë, tamam, vjera t'lyn, edhe i përvloj. I vej dhe pak, ta përfitin ato lagështin që morën nga shplarja, plotësisht, dhe janë hangër për drek. Tradicionale, të thjeshta, të shishme, gjithmonë, origjina është më e mirë, se gjithë shqiptarët kështu e kanë bërë makaronën diku, po salsën e kam bërë në mënyrë tjetër, se kam menu tamam për makarona, ki me makarona shkon shumë. Ashti e largoj.